dashmiq do largohemi nga Franco dhe Flavia, cilët kanë harxuar një jetë të tërë për të ngritur dhe për të mbajtur gjallë frymën e arbreshve, gjuhën, kulturat, traditat e të tjera. Nuk do largohemi nga Italia. Nuk do largohemi nga Italia sepse sot dhe dje italianët ishin në demokraci të kulluar, pra të drejtat e tyre nëpërmjet një referendumi në 5 kolona për cittadinancën, për ligjet, për punësimin e të tjera, në 5 kolona tepër të rëndësishme ishin për të trajtuar. Megjithatë, unë kam 3 miq sot, kam Alex Vulen dhe faleminderit që e kam në studio, të diskutojmë për këtë ngjarje në fakt sociale, po sa ligjore, aq politike edhe aq të domosdoshme. Kam Senka Majden nga Italia, një aktiviste e sindikatave dhe para pak ditësh për këtë, për të sensibilizuar publikun ishte me ne. Njëkohësisht kam dhe Tritan Trimçevin. Tritani është një aktivist i diasporës shqiptare, por ka lënë gjurmë tek si zëvend presidenti i diaspora 91-19, e cila bëri maksimumin deri në realizimin e pensioneve. Alex, të falenderoj që jemi. Falenderoj ju dhe emisionin, sepse është vërtet një urë lidhëse mes 2 vendeve, nuk ka gjë më të mirë që t'jesh këto. Ma në fund shihemi. Jemi live. Në fakt, Italia u prekupua shumë një pjesë anës sociale, pjesërisht politikanët, shtetin ndryshe, politikat opozita gëlonte në për Italinë e Veriut dhe Italinë e Jugut që të ndodhte diçka. Më thuaj, ishte pak i vakët? Unë personalisht kam shku në të partë që kur janë hapë për të votuar, edhe i vakët sepse mesazhi vetë nga institucioni ishte i kundërt. Kur vetë kryeministri thotë, unë do të shkoj, thotë te Selia, por nuk votoj. Nuk votoj, po. Nuk e marrë sketën. Jam si qytetari do ta realizoj. Po vetëm do të shkoj tek Selia. Por kjo është një mesazh kundra. Sigurisht. Sepse demokracia ka të bëjë që të votosh. Pastaj po apo jo, ti do gjë, po të marrësh pjesë në votime. Këto ishte mesazhet pak kështu. Por gjithsesi 13 milion, që nuk është një numër shumë i vogël, sepse po ta shikosh qeveria sot, Giorgia Meloni ka një preferencë 12 milion. Domethënë nuk është një mesazh i mirë edhe për qeverinë aktuale. Plus që është e majta, por është edhe qendra. Matteo Renzi, të cilët nuk kanë mbështet plotësisht ose pjesërisht këtë referendum. Por mendoj që ky është një hap që mos t'i ndalemi, sepse përveç cittadinancës, edhe normat e tjera të punës, siguria në punë. Unë vetëm personalisht kam pas që nga dhjetori deri në fund të prillit kontratë punët në një firmë lajnate, çdo muaj më rinovoshin kontratën e punës. Ku mungote siguria, mungote edhe higjiena, sepse kishte të bashkë me produkte kimike. Edhe kur vjen kontrolli, jo të mira, dhe punoshin 40 punëtorë, ndërto ishin edhe disa shqiptarë, por unë i ka pa ban zhurmë, t'ja thosh. Se edhe ka shik ty në shqiptarëve të mos bëjnë shumë më shto. Por aty do t'ishte se qa nollë, deri që nuk nollë diçka, nuk nollë një aksident, vazhdojnë për parë. Edhe kur erdhi kontrolli, lajmërin për parën, se filan ditë vim, edhe në filan orë vim. Edhe kështu si nisim një orë për parën, punën, që t'i bajmë ato që nuk bajnë jashtë normal. Pra, vetëm punëtorët ishin të mashtruar. Në këtë rast po. Ke shumë, edhe nollin aksidentet. Këto sindakata ka punu shumë, sindakata italiane. Nuk e di kur do të arrijmë Shqipërinë këto kushte, por sindakatat italiane për drejtat e punëtorëve, po thojmë që janë kështu. Sindikalistët. Pastaj, dikush thotë jo, i përdorin për të votuar, i përdorin për të çu popullin drejt të majtës, por unë personalisht mendoj që e majta për të hujt ka bën shumë më shumë, ka gabimet e veta, por ka bën shumë më shumë se djata. Edhe kur nuk isha drejt me votua, flas për ambientin ku jetojnë Legnano, janë ato që më kanë afruar si njerëz më të njerëzishëm, edhe kur kam jetuar në Rom, edhe është pjesa e shoqërisë.
Atëre kam në lidhje dhe të përdejt Senka Majden. Senka, përshëndetje, dhe Dritan Rimqevin. Përshëndetje, Senka. Përshëndetje, mi mbrëma. Mi mbrëma. Senka, nuk e pritni diçka më tepër, apo jo? Patjetër, jam shumë e zhgënjur, edhe se prisja që referendumi mos kalonte ishte pamundur, sepse edhe në zgjedhjet politike, abstencionizmi, njerëzit që nuk kanë votuar kanë qenë tepër, mbi 40%. Kështu që të pritshim një mrekulli në këtë rast, edhe pse nuk do votoheshin për partitë, por për të drejtat, për mbrojtjen e drejtave të gjithë punëtorëve. Do pritësha çik më shumë. Nuk po them mrekulli, por çik më shumë. Sidomos Senka u trishtua ose u zhgënjye. Tritan, ajo që të habit është iniciativa. Pse u mor ky referendum? Ishte po lexoja, Dritan, që sasia e madhe italianëve që janë në Argentinë, që i kanë pasaportat, pra cittadinancën dhe lëvizin si italianë për botë, nuk kishin prekur kur Italinë. Ata kanë familje që janë larguar 100 vjetë më tepër, dhe dosjet e tyre në gjykat ishin të pafundme. Pra, ka shumë probleme jashtë Italisë dhe ka qytetarë italianë që nuk kanë asnjë ditë punë në Itali, dhe ju që, ose një pjesë e mirë e emigrantëve, e kishin ngritur mrekullisht këtë çështje deri në problematik ligjore. Në fakt më duk komode dhe pak e çuditshme. A ka institute atje që njohin ose shohin të drejtat e shtetit dhe ose mundësit për të qenë shtetar nëpërmjet kontributeve? Tani, Italia është një vend i çuditshëm. Është një vend i çuditshëm, sepse shumë vite më përpara u bë një ligj që i jepte të drejtë italianëve që të votonin. Pastaj ata që ishin jashtë shtetit, që banonin jashtë shtetit. Kjo është diçka pak a shumë normale. Do të thosha pak a shumë normale sepse unë jam i lidhur me Shqipërinë, njoh disa figura, shumica negative për fat keq, po fëmijët e mi nuk e kanë idenë fare. Domethënë mund të votojnë, po nuk e kanë idenë absolutisht se ç'bëhet në Shqipëri. Pra, e vota tyre nuk është se kontribon me njohjen reale. Nuk ka një lidhje me realitetin. Nuk e di a është e drejtë. Domethënë, në bazë të kushtetutës është e drejtë dhe ata mund votojnë. Nuk e di a është e drejtë që ata të votojnë dhe të japin një kontribut real. Në Itali ka ndodhur edhe diçka tjetër që ishte absurde, që mjafton që të kishe origjinë italiane dhe merren në shtetësinë italiane. Ka të paktën që kur kam ardhur unë 30 vjet kjo punë që vazhdon. Kjo ishte ajo kauza e madhe që ka bërë këtë ngërç administrativ, ligjor edhe për ta marrë në analizë ishte e pamundur. Po pra, ishte një numër jashtëzakonisht i madh votuesish në krahasim me ata që banojnë në Itali. Praktikisht i binte që italianët mos kishin asnjë fëmijë të vogël. Nuk e di, ishte diçka e paimagjinueshme. Tani e ndryshuan ligjin më në fund, e ndryshuan këtë ligj, po që ka diçka që nuk shkon në këto të drejta. Ka diçka që nuk shkon në këto të drejta. Fëmijët e mi për shembull nuk janë shumë të interesuar që të votojnë, nuk kanë asnjë lloj interesi për sa i përket Shqipërisë. Edhe e konsiderojnë normale sepse ata kanë lindur, janë rritur këtu, e duan shumë Shqipërinë. Po ato fëmijët tuaj edhe kanë ardhur ndonjëherë në Shqipëri. Kanë ardhur, kanë po atje ishin me miliona në Argentinë që nuk ishin as e kishin idenë se ç'a ishte Italia. Absolutisht, nuk din italisht. Absolutisht. Jo më të votojnë. Kështu që ato janë votues fiktiv, nuk janë votues faktiv.
Dhe kjo është diçka shumë negative. Është diçka shumë negative që hajtë ta rregullosh tash mbasi ke dhënë shtetësinë gjithë atyre që nuk e kanë idenë se ndoshta as ku është Italia nuk e kanë idenë, edhe t'i japësh në shtetësinë edhe të drejtën e votimit. Edhe të tjerëve jo. Unë do të thosha që, sepse italianët kanë një rregull të tillë që në qoftë se ti je italian dhe banon jashtë Italisë, brenda një viti duhet të regjistrohesh në anagrafikën ose quhet Ajre. Si? Ajre. Ajde, po desha me thonë shqip në anagrafikën në listat e atyre që banojnë e shtetit. Dhe automatikisht nga ambasadat të vinë ato fletat me gjithë për të votuar. Kjo ndodh normalisht. Tani unë imagjinoj që nëse ata janë regjistruar sepse kanë marrë pasaportën, ata rezultojnë në Buenos Aires të regjistruar, i vjen letra, ata thonë ç'a është kjo, ç'është kjo letër, ç'a do bëjmë këtu? Kape hudhe ke plerat edhe mbaron muhabeti. Sepse nuk e kanë idenë absolutisht. Në fakt ky referendum Senka kishte 5 pika kyçe apo jo? Ishte punësimi, siguria, dinjiteti, cittadinanza dhe demokracia. Cittadinanza dhe këtë dinjiteti, ç'është kjo pjesa për dinjiteti? Digniteti është i lidhur me të gjitha referendumet, me punën, me mbrojtjen. Edhe këto të tjerat janë pjesë e dinjitetit. Po, janë pjesë e dinjitetit, janë gjitha gjëra që duhet rrim bashkë, sepse punëtori, punonjësit duhet të kenë dinjitetin e tyre, duhet të kenë drejtat e tyre, pa drejta nuk kanë dinjitet, nuk kanë mbrojtje. Sidomos edhe cittadinanza, pasaporta italiane, siç tham përpara, ligji mbi cittadinancën, mbi shtetësinë italiane ka lindur në 92-shin, edhe ka lindur sepse emigrantët italian në Amerikën e Jugut kërkojshin t'i kalojshin shtetësinë fëmijëve të tyre që të mbrojshin edhe si trashëgim nëpërmjet gjakut, siç i thon, okay? Edhe kjo, ky ligj që quhet ius sanguinis në latinisht, ka ngelur deri tani. Deri tani, njerëz që nuk kanë ardhur asnjëherë në Itali, që nuk din asnjë fjalë italisht, që nuk din historinë italiane, kanë mundësi brenda një viti të bëhen shtetas italian. Kjo gjë ndodh kur zakonisht janë në sport, për shembull duhet hyjnë për skuadra futbolli, ose kanë ndonjë biznes, punë biznesi, kështu që nuk i intereson fare raporti me Italinë. Okej, nga ana tjetër ligji i ka ngritur në 92-shin atë vite që duheshin për të, për drejtën, në Itali, nga 5 vjet deri në 10 vjet, se për 110 vjet në Itali mjaftoheshin 5 vite për të bërë pyetjen e shtetësisë. Në 92-shin kjo kërkesë rritet, kalon nga 5 deri në 10 vjet. Edhe kjo tani ky ligj është i vjetër, sepse Italia ka ndryshuar, shumë emigrantë kanë ardhur këtu, kanë krijuar jetën e tyre, punojnë, pagojnë taksat, fëmijët e tyre kanë lindur e janë duke rritur këtu. Kështu që nuk i respekton më këtë jetën e këtyre, po e ndalon rritjen e këtyre fëmijëve, ndalon të ardhurën e këtyre familjeve, ndalon edhe të ardhurën e Italisë që nuk ka më të rinj, po hikin të rinjt, hikin jashtë, mbi 300.000 të rinj hikin nga Italia sepse nuk ka më perspektiva. Në Itali nuk vjen më njeri. Kështu që të vetmi që kanë ngelur janë fëmijët e imigrantëve që duan të bëhen italian, po duhet presin 10 vjet, duhet tregojnë që kanë punë, stabilitet. 30 vjet. Kalojnë mbi 29 vjet, mbi 20 vjet para se të arrijnë të bëhen tamam, të marrin tamam për ligj shtetësinë italiane. Kjo do me thënë që s'mund të marrësh pjesë në për konkurse, nuk mund të marrësh pjesë në për konkurset e gjykatës, si polica, të shkosh jashtë shtetit, do me thënë të marrësh atë profesionin që ti do. Do me thënë që kjo deformon jetën e njerëzve. Në një moment, jemi në 2025, akoma kemi frikë nga i tjetri që arrin, nga i fundit. Kjo është e pamundur, nuk e pranoj dot në 2025. Alex,
referendumi është një e drejtë shumë e madhe, një mundësi që populli të kontrolloj ose të vendos nëpërmjet ligjeve që ai voton, të vendos për shumë gjëra që ati i duhen. E kalon qeverin, e kalon parlamentin dhe e kalon... Nuk funksionoj. Është gabim populli, është bërë pak propagandë, apo si që e vura në posterin që kisha nuk është kohë revolucioni, është kohë vetëm për të punuar. Jo, është bë pak propagandë. Pak. Po, edhe në kohën kër ishte në fakt disa gabime i ka bën si thash edhe e Majta, se kishin mundësi, por gjithmonë si tha zonja nga friga. Nuk po e bëjnë diçka për të hujt, sepse ndoshta nesër nuk më votojnë, edhe kur ishte Renzi, edhe kur ishin këto që ishin të Majt. Edhe kjo gjaja që sigurie gjithmonë një fushat elektorale. Qartë. Edhe nga friga, me frigë nuk shkon normal. Nuk shkon as kurkon. Si sigur ke frikë me ngat makinës, ke frikë për çdo gjë, nuk ke për para një vend. Është një vend që tha edhe vetë edhe zonja po mplaket për herë më shumë Italia, po ikun jashtë shtetit. Kjo do ta animote më shumë edhe ambientin italian. Dritan, po plaket thua, po plaket thot Aleksi, po kështu edhe Senka. I kaq naiv janë italianët administrata dhe politika, sepse nuk i kuptojnë të mirat e tyre, mirat ditë që i vjen nga Europa dhe Lindja, nga Europa lindore dhe Afrika. Po që thua Artur, ne jemi të rinj fare, nuk në shikon, ne jemi në qikë për të mënejse kalamajt. Ju jeni vërtet të rinj në raport me atë që kanë ata, se energjit janë pa fund, por edhe pjesa e fëmijëve tuaj që po kontribojnë atje pafundësisht, apo jo? Tashi, unë kam 2 fëmijë. Njëri ka jetuar 2 vjetë në Gjermani, 2 vjetë në Paris, 6 vjetë në Gjermani, tashi ka ikur në Amerikë. Këtu, atë pensionin tim nuk e paguani. Kam një vajzë që ka filluar punë këtu në Milano, kam një mbes që punon në Dublin, s'ka punuar as ditë Itali, dhe kam një mbes të largët me një lavë që punon në Barcelonë, të gjithë shqiptarët, që punon në Barcelonë, ndërkohë që njoh edhe të tjerë shqiptarë që punojnë jo në Londër, jo në vende të tjera, dhe disa italian, shokët e fëmijëve e djalit, që janë, një është në Amerikë, një është në Gjermani, janë spostuar, vazhdojnë ikin, sepse këtu nuk ka meritokraci. Këtu dhe po t'jesh i zoti, i merr as i merr 2.000 euro, me laf nuk ekziston, duhet t'jesh i lidhur me politikën, duhet t'jesh... është i qik sistemi shqiptar, dhe themi që është një kopja një qik më e mirë e Shqipërisë, Italia. Po që sistemi është ai. Problemi i votimit është një e drejtë dhe një detyrë shumë e rëndësishme për qytetarin. Kush është problemi? E Majta në Itali ka abuzuar me pushtetin e vet për shumë vite dhe nuk e beson më njeri. Ka një lider e Majta që nuk ngjall asnjë lloj emocioni. Nuk tërheq masat. Ndërkohë që djatha është komplet ndryshe. Bërtasin, ulerasin, thërrasin, bëjnë figura me lavgjora që pasaj në realitet bëjnë komplet të kundërtën. Po kjo nuk populli nuk e qetëson. Me lav populli e beson. Qartë. Edhe fakti që nuk u votua është një fakt jashtëzakonisht negativ për demokracinë mbi të gjitha. Për demokracinë është një fakt jashtëzakonisht negativ. Dhe që politika të bëjë thirrje që të mos votojnë është diçka jashtëzakonisht negative, është diçka që kërkon të ruaj pushtetin e vet, duke larguar popullin nga vota. Kjo është qëllimi. Megjithatë, të tregoj një detaj, Senka edhe Dritani, sigurisht Aleksi, referendumet në Shqipëri janë keq përdorur. Një drejtë të cila duhet që shfrytëzohesh e mirë, e bëm pis si emër edhe politikanët u mblodhën bashkë, ja hoqën të drejtën popullit dhe e kemi të hequr me ligj, e kemi të bllokuar të drejtën e referendumit. Tash për tash. Pse? Se u keq përdor një e drejtë që kishim. Në thënë që ta vendosim në eficiencë,
mos ndoshta edhe në këto momente Italia nuk ishte në kohën për të vendosur diçka populli? Italia ka kohë që bërë referendume që në 45-ën me E kam parë, e 2025 ishte kjo, dhe nuk ka. Sen ka, duhet t'jap një 2 informacionet cilat mi nisin nga Italia, vetëm 4 komuna e kanë kaluar 50%. Sesto Fiorentino, 53.01, Redicondoli, 52.62, dhe Monte Rotondo Martirino edhe ka shkuar në 51.56 dhe një Ponte Siseve është rreth 50.94%. Vetëm 4 komuna. Pjesa tjetër është populli i zhgënjyer, nuk kishin shpjeguar saktë, duhej kohë më tepër, sepse të shpërdorosh një të drejtë, është kjo që i ndodhi shqiptarëve, që nuk kanë të drejtë më. Absolutisht, Artur, përgjigjet janë të shumta, të them drejtën, duhen disa orë të shpjegosh, por megjithatë po mendoj të them ato që janë më të rëndësishmet. Sigurisht komunat që kanë pasur një përqindje më të lartë janë ato të Toskanës edhe të Emilia, më thënë në qendër të Italisë. Një ishte në Toskana, një pjesa tjetër në Fiorentina. Po, eksakt. Jo, janë të gjitha, gati shumica në Toskanë kemi arritur të një përqindje të lartë, do me thënë, atë që prisja unë, gati të 20%. Edhe sepse nuk kalon referendumi, po prap 40% të votuesit është një numër që ti duhet marrësh në konsiderat. Nuk mund ta lesh sepse janë gjithë ato njerëz, janë miliona njerëz, kështu që ti që je në fuqi duhet ta parashikosh që ke një popull që nuk është dakord me ty, po kërkon disa të drejta. Okej, kështu që edhe ne do kishim 12 milion e ka e djathta në dispozicion, sherin ose djathta ka hypur me 12 milion njerëz, me 12 milion vota, është minimumi. Pa 13 tani që kanë votuar, tani kemi arritur janë 13 milion, po prap nuk mjafton, sepse referendum... Nuk janë po të gjithë. 12 milion janë si. 12 milion janë si? Jo, më falë, janë 15 milion votues, 13 milion si. Po, do me thënë. Problemi Italisë, ne që jetojmë në Itali, është që njerëzit nuk janë të dashurur shumë, si thojnë thojza, pas politikës. Sot. Edhe këtu nuk ka dashurur për politikën, po. Nuk shkojnë, jo vetëm për këtë referendumi që nuk e vlerësojnë hiç, por as për zgjedhjet europiane, ose vendore, ose politike, që janë më të rëndësishme. Sepse nësot nuk kanë besim as të djathta, as të majta. Erdhi lëvizja 5 hyjet, edhe më prunit sikur po bjen një ndryshim, po ajo tash u klasifiku si partitë e tjera, po jo, mund të më korrigjosh nëse... Qartë. Po Senka? Jo, isha duke thënë që referendumin duhet ndryshuar si ligj, ta heqim atë quorum minimalen, si që kemi për politikën. Atër do kishte më kuptim. Referendumet e kanë historikisht 50%. E kanë historikisht sepse lindin në një periudhë që dini, do me thënë vishin nga lufta dytë botërore, ishe një situatë ndryshme, por ka vënde ku kjo përqindje nuk është... Atere, Senka, vëndet që kanë mbretëri, mbreti përfaqëson dëshirat e popullit dhe shumë herë ai dominon, jo vetëm me referendum, por edhe me urdhëresa, për interesat që populli paraqet si referendum. Por në demokraci të votuar, 50 plus 1 është e detyruar, dhe heqja e këtij tavani kanë përshtypjen që në Shqipëri do bëheshin çdo 3 ditë nga referendumi. Kjo është një instrument në dorën e ne kemi përdorur këtu në Itali për ujtin, do me thënë që t'ishte publik. Aty ka shkuar maksimali, do me thënë. Kanë shkuar të gjithë, sepse është një gjë që ndjen shumë.
edhe po t'ishte ajo referendumi i autonomisë diferenciata, do me thënë, për federalizmin, do ta kishim arritur se s'bën, sepse gjithë Sud Italia, do me thënë Italia jugore, do t'kishe votuar. Italia jugore nuk ka arritur as të 20% shigati, sepse nuk e ka dëgjuar, nuk ka informacione. Vete djasta ka bllokuar informacionet në për televizoret. Atëherë njerëzit më të vjetër që nuk kanë rrjetë, që nuk kanë s'u ta dishin për referendum, si do marrin informacion. Cittadinanza kishte marrë më pak si nga të gjitha. Absolutisht. Absolutisht, sepse e djasta ka thënë atëherë, ju mund të zgjedhni mos shkoni të votoni, edhe kjo është e parashikuar nga kushtetuta, do me thënë, nuk është një gjë kush e di se qa, por ku janë kapur, nuk mund të thoshin mund të votoni për drejta dhe për mbrojtjen e punëtorëve, sepse për ndryshe gjithë Italia do ishte kundër, jemi të gjithë punojmë. Atëherë ku janë kapur? Janë kapur te cittadinanza, te njëjti slogan që ato kanë thënë gjithmonë. Është faj e atij që vjen, është faj imigrantëve se ti ke më pak të drejta, se ti nuk je i pasur, sepse nuk ke punë. Ja kanë thënë gjithmonë fajin e migrantëve. Edhe kjo është një gjë që tani ka 30 vjet që përsëritet, nuk mund të pranohet më. Është edhe thjesht ta pranosh, sepse për të shpjeguar, sepse gjërat nuk janë ashtu si që do ti, do me thënë, nuk ke mbrojtje, nuk ke pagat e Italisë janë nga tulta. Po këthejmë te Dritani, pasaj edhe te Aleksi, nuk, me gjithë se po plaken, nuk pranojnë qytetërimin ose atë afrimin e qytetarëve tjerë italianët. Janë stoik apo të paqartë? Po, le të themi që tani është një moment shumë negativ për gjithësi kundra emigracionit. Është në gjithë Europën, në Amerikë, është një fushat që e paraqet emigrantin si problemi numër 1 i shoqërisë. Gjë që natyrisht nuk është absolutisht e vërtet, nuk ka absolutisht asnjë lloj baze materiale, por që i shkon për shtat politikës aktuale të së djathtës, që është raciste, le ta themi me gojën plot, dhe me këtë marrin vota nga Afrika, sepse emigranti do t'i marri punën, do t'i marri shtëpinë, sjell një kulturë tjetër që nuk është kultura e qytetarit këtu që dhe mund ta bezdisi. Unë shpeshherë kam dëgjuar flas përpara 25 vjetëve që italianë që kishin komshi shqiptar vjen një herë keq se çgatuajnë, se ç'bëjnë, se ankoheshin. Janë gjëra që janë normale, mendojnë një shoqëri multietnike. Italianët nuk janë një popull multietnik, nuk janë anglez, nuk janë francez, janë shumë mbrapa, jashtëzakonisht më mbrapa. Le të themi që emigracioni në Itali praktikisht ka filluar me shqiptarët që ishin. Dhe ligji që tha Senka, që u ndryshua në 92-shin, u ndryshua ligji i cittadinancës, i mbështetësisë, u ndryshua prej shqiptarëve nga një ditë ditën tjetër, as referendum as gjë, as nuk u diskutua fare. U ndryshua pikë, u votua brenda ditës edhe mbaroi kjo punë. Domethënë nuk diçka që një gjë tjetër për shembull që nuk dinë shqiptarët, unë kam ardhur në Itali në 94, në 94 unë paguaj një taksë që ishte 0,5% e rrogës. Dhe nuk e kuptoja që ishte dhe pyeta, thash, ç'është kjo taksë 0,5%? Është taksa e riadhesimit, më thënë mua. Çfarë do më thënë kjo, thash unë? Atëherë s'kisha as internet as gjë. Në qoftë se ti nuk do punosh më, shteti ti ka mbajtur parat nga rroga që të kthejë ty në shtëpinë tënde. Pra ke paguar vetë për të deportuar, a? Po, për të çuar mbrapa. Dhe kjo taksë është hequr mbas disa viteve, nuk e mbaj mend mbas 3-4 viteve, është hequr. Ndoshta edhe më shumë, nuk e di tash. Ja taksa absurde. Janë futur tek kostot e rinovimit të dokumentave. Ajo pjesë, nëse lexon edhe ligjin financiar të vitit, pjesë e atyre shkon te projektet për ato që kanë paguar në Shqipëri edhe për rikthimin, projektet e rikthimit. Ajo që është skandaloze është që ne paguajmë, do të thënë ata që nuk janë italianë, paguajnë taksa njësoj si italianët dhe nuk kanë të drejtë të votojnë. Unë do thosha, po mirë le të paguajnë 30% më pak taksa derisa të marrin në shtetësinë. Kur të marrin në shtetësinë paguajnë 100%.
Dhe se s'kam të drejtë të kem të gjitha ato që më jep kushtetuta italiane. Pse unë duhet financoj një politik, një sistem politik që nuk më ndihmon dhe nuk më jep të drejtën ta votoj. Kështu që do të ishte diçka shumë pozitive, sikur të uleshin taksat për emigrantët, dhe atëherë do të shikonim ne që gjithë politika do kërkonte ta bëte për një vit në shtetësinë dhe jo për 10 vjet. Që një modul i ri. Po Alex, më fal, po Alex, 7% e shqiptarëve që janë atje janë larguar nga Italia me pasaportë italiane. Tashmë emigracionin ata nuk e duan, nuk e votojnë, dhe ka disa handikape vetë Italia. Jo vetëm ato që kanë pasaportë italiane, se shembulli i vllait tim, si gruan e ka rumune, ka shkuar në Zvicër, sepse mjafton njëri të ketë qytetëri, nuk kishte punë më aty në Itali, edhe atje merrna ditët një komunë i ka bërë gjitha. Permeso, kartë identitetit, të gjitha tek një zyre, burokracia zero. Vetëm se u martu me një rumune. Po, ishte martu me rumune, fëmijët kanë lënë Itali, gjutjem, ato dihet se duhet me mësu shumë gjuhë të huaja, por ajo që ka çu përpara në këto vite Italinë është paragjykimi. Te ne në këto 30 vite kishte paragjykim për ne para 30 vitesh, shqiptarët e parë që kanë shkuar në veri, nuk kanë shkuar mirë, dihet, sepse ne si na pa liru prej burgut, sepse s'kan lanë gja pa ban, një pjesë e tyre, por në këtë ka fitua e djatha, Bosi, Lega Nord, Lidhja Veriut, në këtë gjë ka fitua. Ai ka ecë me parullën, një vot për mu ma shumë, një shqiptar ma pak në Milano. Atëre, Dritan, ne shqiptarët jemi tolerant pa fund. I gëzojmë shumë për emigrantët që kanë ardhur këtu. Është mbushur bregu me vajzë dhe djemë Filipinas, Indian, Bangladesh e të tjerë, sepse nuk ka djemë e vajzat tonat. Dhe ne me tolerancë i të shofim Tiranën plot me Indokinase dhe të them të drejtën, nuk na ka shkuar mendja edhe të zinj edhe të bardhë dhe kjo është emancipimi jon, apo kemi kuptuar që ata e kanë gabim, italianët, këtë racizëm? Unë mendoj që një kulturë tjetër ka shi racizmit, le të themi që dhe ne nuk kemi qenë se të kulluar nga Johan, sepse jo Katunari, jo Fshatari, jo Maloku, jo... Katundari nuk është... Nuk kemi lojnë gjo pa thonë, po që ke lafet në mbyllë i muhabeti, nuk ishin muhabete që mendon të njeri që t'i trajtonin keq, mos t'i jepnin të drejtat, mos t'i... Këto gjëra kanë përshtypjen që kanë ndryshuar me demokracinë, janë bërë, domethënë sepse njerëzit kanë pas dhe hallet tjera, domethënë demokracia do të punosh, nuk ke për të nejtë me bollo që... Jemi përshtatur me më të mirët e Europës. Ne pastaj jemi tolerant dhe nga ana fetare, nuk i vejmë re, shumë gjëra nuk i vejmë re, se është një kompleks, kultura është një kompleks, nuk është e bërë vetëm nga diçka. Italianët janë, do thosha, në këtë drejtim janë shumë të prapambetur, janë një popull që kanë emigruar me shumicë. Ja ku jemi para tyre. Jemi diku para tyre. Artur, problemi është e shqiptarëve këtu, jo atje, se atje kanë ecur, janë këtu që kanë ngelur çik mbrapa, që nuk shkojnë të votojnë, sepse për ndryshe vinë zezakët, vinë afrikanët. Nuk e imagjinon dot sa të dhëmë zemra kur dëgjon këtë racizëm nga migrantë që e kanë përvetuar, që e kanë përjetuar vetë atë situatë. Të tregoj një detaj, Senka, mëftoi kryetari i komunës Azana Decimo se do jepte 37 shqiptarëve cittadinancën. Meqense se jem marrë me diasporën, më lajmëroj, isha i pranishëm atje. Vetëm 5 erdhën ta merrnin aty direkt atë kushtetutën italiane, të tjerët të angazhuar me punë, kurse rumunët dhe zezakët, indianët erdhën pothuajse të gjithë. Në 80 vjet ata ishin, ne ishim 5, ata ishin më shumë. Ne jemi pak me ne frego, apo e dim që tashmë ata nuk bëjnë dot pa ne? Kjo është, domethënë,
si që thonë, një gjë që ndodhë, një situatë që e kanë ato që, do me thënë, që kanë arritur në atë pikë, kanë bërë sakrificat, kanë arritur. Janë vetë vlerësuar edhe nga ato. Por, kam arritur në atë status, kështu që unë nuk dua të merre me atë Jo, unë dua të them që unë nuk i fajsoj ata, sepse të angazhuar e këtë, por a kemi ne një mbi vlerësim të vetes, apo kemi një nevojë, Alex? Jo, si thotë edhe, është e drejtë kjo gjanë, sepse kam një gjullon shumë shqiptarë. Unë personalisht jena marrë me shoqata, si aktivista, me gjunë Shqipe, me gjitha këto, në zonën e Milanës. Por, një nga të shqiptarë, kur filloj i flasë për këto aktivitetet që bëjmë, unë thot nuk merrem me shqiptarë. Që kjo më leni fije, edhin, përplesu, thënë italian, të më bënë dyshim, pëse mësë më marrë me shqiptarë? Mësë më merë me një që nështë do me ta hedha, po do me, në përgjithësi, ti nuk mundesh me ra mohit prej ardhjes tane, unë bile për kundra, zi dhe fëmijëve të mi që kanë linë në Itali, dhe ashtë do kalojnë 3 muaj këtu, në Shqipëri, që i kam sjellë sot. Qartë, prandaj dhe e kam marrë Aleksin direkt nga aeroporti. Gentian Rizo më shkruan, Aleks, edhe Senkës dhe Dritanit, me mbrëma Artur, mund të them që kemi arritur me shumë djerës dhe sakrifica të jemi pjesë e një realitetit të rëndësishëm në Itali. Vërtet. Kemi arritur të integrohemi mirë duke zënë vënde të rëndësishme dhe duke fituar edhe në administratë vëndet. Po. Kështu që... Kjo kryetar komune, se që din, sigurisht. Ka në Trento, 3 këshilltar kanë fitu në Trento, këshilltar komunet. Vitin tjetër që janë zgjedhën Lenjano edhe unë do të kandidoj, pse jo. Por, kjo është, ata që është të rëndësishme, me një gjuhë se që thojnë italianë për shqiptarë. Që për para nuk e thoshin. Dhe me thanë vjen të nëshua. Kjo falë hapave që ka bën Shqipëria, që do mos do, do në apo s'don, disa hapa bahen, por edhe ne vete kemi promovu Shqipnin. Të themi atë qashtë, sinqerisht. Edhe të keqen e mori nga të këqint, edhe të mirën e mori nga të mirën. Edhe kur një gjëjun që disa italianë që oponojnë bashkë, kolegë, apo si ish kolegë, kam dëshirë të shkojnë Shqipni, ose kam qenë Shqipëri, mu më bëhet zemra malë. Jam një institucion, jam një zyrë punit, apo dikun, unë kam qenë Shqipëri, ose të zyra Windit, se është telefoni. Kam pas të fejumin tem, kam nejt 2 vjet i fejum me një shqiptarë, edhe kam shku në Shqipëri, për më thote, javën që kaloj. Kur u ktheva, tha, u dam, po si gjithë bota dhe më ndollin që dam, po që një tjetër. Senka, sindikatat e ndjen veten të zhgënjyer në këto momente? Po, të drejtën po. Kemi punuar shumë edhe kemi bërë një punë shumë, me thonë, shumë të lartë, shumë të hollë, edhe kemi kërkuar të arrijmë deri të gjitha komunat më të vogla, por prapë që njerëzit mos ta ndjejnë të tyre, do me thënë, diçka të rëndësishme, punën, të drejtat, mbrojtjen, sigurimin në punë, edhe të shkojnë, të preferojnë të shkojnë plazh, kjo është një zhgënjim tepër i madh. Do me thënë që demokracia është duke pasur një moment shumë delikat, duhet kemi kujdes se për ndryshe do të kaloj si për e djatha edhe për shumë vite. E djatha, do me thënë... E djatha nuk është antidemokratike, se po rrim... Nuk mund të thoj që është antidemokratike, po arrin. Ka dalur edhe një ligj që është shumë antidemokratik, quhet dekreto sikureca, që nuk mund të manifestosh, nuk mund të marrësh pjesë në për demonstrime, sepse për shembull ti që do kërkon të drejtat e tua, nuk mund të marrësh pjesë sepse nëse të kapin, të heqin çelinancën, të heqin permeson, të krijojnë shumë probleme. Kështu që ky është një ligj antidemokratik. Ato po arrisin vash nga vash me copa të vogla ta heqin të gjithë të mbrojtje. Ta mendojmë. Po. Të kjo temë këto desha të lidhësha, që problemi është që ekstremet nuk janë asnjëherë të mira në asnjë demokraci. Edhe kjo që është sot nuk është thjesht një demokraci e djathtë funksionale, po është i fije shumë ma djathtas. Që të ketë një ekuilibër në jetë, se këtu në Shqipëri nuk ka një demokraci akoma
nuk i kemi as ekstremet, por kemi pas mundësi televizit e reja, pse mos mjollan mundësi të rive, të esin... E din për ka kam votu vetë, kështu si. Dritan, zhgënjim kanë sindikatat, zhgënjim nga partit politike, po edhe vetë qeveria, se ka marrë më pak se, do më thënë, më shumë ka kondra se sa pro. Një realitet i ri politik do jetë, apo shuhet kjo histori me numrimin e votave të referendumit? Absolutisht jo, unë mendoj se djatha këtë do ta propagandoj si fitore e jashtëzakonshme. Kjo është dëshira e popullit italian, prandaj, si më thënë, mos na ato mund vjerin të jetë reja. Me këto gjëra do vazhdojnë punën e tyre dhe do bëhen akoma më të djathtë, sepse presin edhe situatën ndërkombëtare se si do të zhvillohet. Dhe mendoj që gjërat do të shkojnë gjithmonë më djathtas. Kjo vjen edhe për faktin se Majta nuk ekziston, në Itali Majta nuk ekziston më. I ka humbur çdo vlerë, po ju them një rast që më ka ndodhur vetë. Kam shkuar, ka biseduar për një problem të rëndësishëm me një ish deputet të Partisë Demokratike, ish kryetar i partisë në zonë, ishte akoma kryetar kur vajta unë, dhe ju ankova për një problem, edhe ai më tha me zë ulët, si duhet kishte frikë se mos e regjistroja, por s'kisha ndërmend ta regjistroja. Kisha vajtur me mikë, edhe më tha, dëgjon thë mua, në qoftë se nuk të pëlqen Italia, tha, ktheu në vendin tënd. Këtë nuk do të ma thoshte as Mussolini, me thënë të drejtën. Këtë ma ka thënë një kryetar i Partisë Demokratike Italiane, një ish senator apo deputet, ma ka thënë qartë, do më thënë pa fjalë të tjera në mes. Edhe me mik, ta pas ka thënë dhe me mik, bile. Po, edhe shko, edhe po deshi tha shko dhe në si quhet, në prokur, tha bëj denoncimin, tha, po këto gjona, tha, i vendosin me, tha. Shkurt mua beti. Mendon se sindikatat Dritan janë një lloj zhgënjimi, por zhgënjim më të madh janë vetë emigrantët për veten? Se janë aq shumë emigrantë që të votonin, besoj se do ndikonin më shumë. Në Itali ka një indiferentizëm që shprehet shumë edhe me largimin italianëve nga Italia, sidomos të rinjve. Domethënë as nuk përpiqen që të ndryshojnë gjërat sepse nuk kanë asnjë shpresë. Për fat të keq, kjo ideja se po votove nuk ndryshon asnjë gjë është shumë e vërtetë, sepse që vjen e Majta apo që vjen e djatha, le të themi që e Majta është ajo që ka penalizuar më shumë atë që ne quanim njëri klasë punëtore, domethënë punojësit. I ka penalizuar e Majta. Gjithë ligjet që janë negative, që kanë penalizuar punojësit, janë ligje që ka bëu e Majta në shumicën e rasteve. Duke filluar nga Renzi, që të Majtës s'ka pasur asnjë gjë, ka qenë komplet i djathtë, po që ishte shumë i zoti për të marrë pushtetin brenda Majtës. Dëmet më mëdha e ka bërë e Majta në Itali, nuk e ka bërë e djathta. Dhe kjo ka sjellë një zhgënjim të jashtëzakonshëm, sepse e Majta praktikisht i është shitur lobeve të këtyre grupeve të forta ekonomike, dhe ato kanë dalë në përgjime të ndryshme që janë bërë nga prokurat e ndryshme, kanë dalë interesat që kanë me bankat, me këtë, me atë, me laf. Njerëzit tashmë e dinë që e Majta nuk është më përfaqësuese e publikut edhe emigracionit. Dhe nuk ka asnjë që t'i përfaqësojë këto punojësit. Asnjë parti nuk është në gjendje t'i përfaqësojë. Tashmë ata janë pjesë e kapitalizmit, jo të punojësve. Atëre më thot dikush, shkollat ishin mbyllur, ishin vënë dispozicion të këtij votimi dhe kanë filluar njerëzit duke shkuar grupimet propagandistike, eja voto sepse jemi keq me numër. Pra, në komuna kanë shkuar, i kanë marrë sot me dhunë njerëzit, i kanë kërkuar të lutem eja voto sepse është turp.
Dhe mund të ketë ndodhur, por... Ka ndodhë sepse më thonë individu. Se nuk jam në zhurnament. Jo, e shef që dikush tonte që të ka luftua. Demokracia funksionon me sasi votash. Të premten isha një që i thojnë ato pastashuta solidale, që kitë organizu sindakata dhe majta, e kishtë të pranishëm të 300 vetë. Apo stafat për referendumin, si që bënë ajo Fioralba Duma në Rom koncertin, që e përshëndesim, sepse kishtë mundësi të ishte pranishme. Por është bënë që para kësajna kanë mlidhë votat për më shku në referendum. Që puna është bënë. Por se si do të ecin të shëmrapa, në shpresojmë edhe... Të shëmrapa do da thotë Senka. Zhgënjimi është për sindikatat, zhgënjimi është për politikën e majtë, po të shëmrapa, thotë Aleksi. Tani zhgënjimi të them drejtën më i madh është për ato të rinj edhe për ato të reja që shpresojshin edhe që kanë qenë shumica që kanë votuar, sidomos për cittadinancën, për nënshtetësinë. I kemi parë shkollat plot në rresht, studentat, edhe kjo na ka hapur zënën, të them drejtën, na ka dhënë shpresë. Kështu që ne duhet t'ja fillojmë nga këto. Ky referendum na ka vënë gjithë bashk, ka qenë i vetmi moment ku të gjithë majtat që zakonisht kanë, bëjnë konkurrencë mes tyre, jemi mbledhur gjitha bashk, sindakatat, partit, por e sidomos të rinjt janë aktivizuar tepër. Kështu që ne duhet, të nisemi nga kjo pikë. Kjo është pika jonë në cilën duhet bazohemi edhe të bëjmë politikat e sidomos të kërkojmë parlamentit të bëjë ligjet, sepse nëse jemi në referendum, do me thënë që këto ligje nuk janë të drejta, duhen ndryshuar, por duhen ndryshuar në parlament, jo nëpërmjet referendumit. Kjo është edhe një problem tjetër i referendumit, që ne nuk kemi parlament, ka vite që nuk bëhen ligje, ligji cittadinancës si edhe ligjet e tjera duhet të ndryshohen nëpërmjet politikanëve që kemi votuar. Që në periudhën e finit, Bosi fini, po, aja është. Asnjë nuk ka pasur kurajo të ndryshoj këto ligje, as e djathta, as e majta, se kanë frikë të humbin vota kur flasin për emigracion. E kjo është një problem që duhet kaluar se s'bën, se për ndryshe nuk ecin përpara. Një mesazhin tuaj për emigrantët shqiptarë të cilët kanë votuar ose nuk kanë votuar? Më falë Artur, do të thosh edhe gjë tjetër. Pse majta nuk i bën këto referendume kur është në pushtet? Qartë. Është shumë, do me thënë se kjo punë. Je i qartë për të majtën. Renci ka bërë, Renci e bërë, sa do t'a lehi kur që për kushtet. E bëri që është i djathtë. Aje prishit majtën, Renci e prishit majtën. Do të thosh edhe një tjetër, që e majta e bëri ligjin, e bëri, do me thënë, e qoj për para punën e marrëveshjes për pensionet, dhe kur kishte mundësi ta mbaronte, e zvarriti, derisa humbi zgjedhjet. Se kishte si duket shpresë që shqiptarët nga halli do ta votonin, gjë që pjesërisht ishte e vërtet, pjesërisht nuk ishte e vërtet, sepse disa shqiptarë që kam kontaktuar më thanë nëse votojmë kurrë majtën, do votojmë djathtën, mbarojmë. Mo po është për interesin tatë, nuk më intereson fare. Nuk du me dita si gjë. Unë majtën se votojmë, me urrejtje. Është ajo urrejtje që vazhdon të jetë akoma në disa persona tipike, domethënë që e shohim edhe në politikën shqiptare kohët e funit. Problemi është ky që kur i marrin përsipër gjërat dhe fillojnë t'i bëjnë, nuk i çojnë deri në fund. Sepse unë do të shoh nesër kur e majta të kthehet në pushtet. Atëherë, meqense jemi në fund, të lutem, se do e marrim edhe tjetër dhe politikën, një përshëndetje tuaj për ata që kanë votuar, si edhe Senka dhe ju dhe Aleksi. Më thuaj Lira. Po. Për mua, ato që e kam them drejtën me ato që nuk kanë shkuar të votuar, edhe që mu kanë përgjigjë shumë keq të drejtën, duhet të kujtojnë memorien se kanë qenë emigrant, kanë qenë të shfrytzuar, kanë pasur fëmijë që në përshkolla i kanë thënë që je i huaj, nuk je italian, që kanë munguar të drejtat, t'i kujtojnë, sepse në atë situatë, në atë vënd, do me thënë, mund të rikthehen në çdo moment. Falenderoj Senka. Atëre, Ritan, mesazhin tuaj gjatë kësaj kohe dhe Aleksi.
i mesazhi tuaj për ata që kanë votuar, ose që thua e majta duhet zhduket, por nëpërmjet votës? Mesazhi im si për shqiptarët në Itali, si për italianët, si për shqiptarët në Shqipëri, është që vota është një drejtë dhe është një detyrë që duhet ushtruar patjetër. Shko voto, nuk mund të vihet në diskutim voton nga njëra anë apo nga ana tjetër. Njerëzit duhet votojnë dhe duhet respektuar rezultati i votës me dinjitet. Duhet respektuar me dinjitet. Kjo është ajo që njerëzit nuk e kanë parasysh dhe njerëzit nuk e bëjnë. Edhe mbasi votohet edhe fiton ajo partia që unë nuk doja, për shembull, do filloj ta shajt, them gjithë zezor. Të falenderoj Senka, të falenderoj Dritan. Nëse do të jesh që të ndryshojnë gjanat, fillon nga vetvetja. Ndrysho vetë. Kaq, aty ku je, në vendin ku jeton, mos pretendo që mrekulli. Alex, falenderoj që ishim. Falenderoj juve. Falenderoj Senkën dhe Dritan Trimçevin, ju falenderoj dhe ju që na ndoqët. Meqense kishim arbëreshët, kishim dhe shqiptarët cilët kishin mundësi edhe të votonin, edhe të ndryshonin diçka, por nuk ndodhi. Natën e mirë.